Antarësia opozitare e Këshillit të Mandateve përjashton mundësinë e zhvillimit të mbledhjes pas 20 janarit, siç kërkon mazhoranca. Gjatë një konference nga Selia Blu, kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u shpreh se demokratët do të veprojnë sipas ligjit. Këshilli i Rregullorës të Mandateve është mbledhur gjithmonë në të gjitha rastet brenda 48 orëve, i ka dhënë kohë personit ndaj cilit ngrihet akuza nga prokuria 48 orë, maksimumi 72 orë, dhe më pas, brenda 72 orëve të ardhshme, ka miratuar kërkesën në seancë plenare. Ky është rasti i parë ku mbyllet një mbledhje e Këshillit pa caktuar një mbledhje tjetër. Bardhi dha detaje edhe nga mbledhja me dyert të mbyllura të premtes, ku theksoi se socialistët nuk binin dakord për një datë. Duke thënë fillimisht ta mbledhim pas datës 19 janar, dhe pastaj duke thënë do ta mbledhim në një moment tjetër, do ta vendosim në moment tjetër. Çfarë ndodhi mbledhje? Na than duam 20 minuta pushim, se do mblidhemi ne mes vetes për të caktuar një datë dhe për të ardhur me një datë të unifikuar. Shkuan në zyrën e kryetarit kuvendit, u kthyen me frymarrje të marrë, me zor merrnin frym, s'di ç'kishte ndodhur, dhe tha mbyllim mbledhjen pa caktuar datë. Kreu i grupit parlamentar demokrat akuzoi socialistët se po përpiqen të mbrojnë zvenc kryeministren Balluku me urdhër të kryeministrit. Që Edi Rama ka vendosur të pengojë drejtësinë, Edi Rama po merr kohë që ai vet, por dhe pandehura Belinda Balluku, të prishin prova dhe të intimidojnë dëshmitar, e ripërsëris shqetësimin e ngritur disa herë në mbledhje nga prokurorët e SPAK-ut, që kjo është një çështje e ngutshme. Pas 5 orësh diskutime ditën e premte, Këshilli i Mandateve u shty pa një afat, ndërsa prokurorët e çështjes nuk parashtruan pretendimet e tyre sa i përket akuzave ndaj Belinda Ballukut.